Domatet e kuqe nga 220 deri 250 denar, tranguit nga 100 deri 120 denar. Për 1 kilogram speca duhet të paguani së paku 300 denar. Për një copë sallat të gjelbër 50 denar, për karotën 50 deri 80 denar. Çmimet e perimeve ditëve të fundit kanë hypur në qiell, që ka bënë në situatë të pakëndshme edhe shitësit edhe blerësit. Televizioni Koha ishte në tregun e gjelbër në Tetov për të parë nga afër lëvizjen e çmimeve. Ajo që vërejë në shikim të parë ishte se shumica e tregtarëve nuk i kishin bërë publike çmimet, nga shkaku se asnjë blerës nuk do të afrohet tek tezgat e tyre. Qytetarët ankohen për çmimet e larta të perimeve, por thonë se vetë i kemi fajet, pasi nuk i punojmë tokat, duhet të jemi në mëshirën dhe pa mëshirën e prodhimeve që vinë nga jashtë vendit. Çmimet e produkteve ushqimore, butësore janë normale, maksimale të më thënë. Pse? Por ato se nuk u kultivojmë vetë, punën, arat nuk i punojnë vetë, i kina lanë këtë si shkretejnë janë bo. Prap kundra që s'punojmë, prap janë lejrë. Tash me zonë të përdorin këtë që të bëhet verës atëherë. 220 denari në palizonave, 300 denari në specave, lagnat 100 denari ki, marullat 50 denari. Ma lirë është marullat për moment. S'kemi prodhimin tonë, vend për jashtë, shteti duhet t'i kontrolloje pak çmimet që na, se jo nuk vend për neve, nuk më varet për neve, varet për shtetit. Duhet pak kontrolla shtetit, kishte dogan kur hinë, t'i këshirin çmimet, sa jonë gjion, sa e banë Macedonia, sa se banë. Interesimi është amon, kur s'ka material, këtë gjika interesim, me këtë çmim kush blenë. S'ka njerëzit pare me blenë, 300 dinari kilë spesa. Po ja, mislim da je s'ka po jo. Mendoj se është shumë shtrenjtë, në këtë periudhë vitet e kaluara ishin shumë më lirë, prodhimet që ishin nga 50 deri në 100 denar tani janë shtrejtuar 100%, edhe për domatet, specat dhe prodhimet tjera. Këtë treg dikton një treg më i madh, sikur që furnizon tregtarët, ashtu edhe shesin. Nuk e kanë të lehtë as edhe shitësit, thonë se çmimet e larta dhe mos shitja e produkteve mund t'i detyrojë t'i mbyllin bizneset. Shumë shtrenjtë, shumë shtrenjtë. Sallate 20 miliard do të shesone. Unë shtrenjtë e komblej, këtë 35 do të shes. A 30. Kush t'i pagoje këto? Se një blejnë kërkush. Shtrenjtë se kjo mall Turkeje, këtë vend për jashtë ave. I joani nuk ka. Ska, shumë shtrenjtë, dhe në pak do të qilë që vejmë këtë këta. Këtë do të tam qeli. Ska, do veja da blejnë një salat, do veja ndëshkoje. Ska, katastrofa. Këtë dilonë vendin në këtë do të hekim. Me shto çmime këtë do të hekim, rroga di 300 euro. Kush mund të blejë këtë me 300 euro rroga? Çmimet e larta të perimeve në përtregje janë si pasojë së çmimit të lartë të naftës, kurse transportuesit thonë se nuk ka lëvërdi të importohet nga destinacione të larta. Prodhimet vendore në përtregje pritet të mbërrijnë rreth festës së Pashkve. Deri atëherë qytetarët duhet të ndajnë nga buxheti i tyre modest për të blerë perime që mbërrijnë nivele rekorde.